Dy shtetase të huaja që deklaruan se kishin ardhur për turizëm në Tiranë e kishin kthyer banesën me qira në fole prostitucioni. Vajza 19 dhe 25 vjeç me origjinë nga Kazakistani, të cilat kishin hyrë në Shqipëri si turiste, por që hetimet zbuluan se apartamentin e marrë me qira e kishin përshtatur për ushtrim prostitucioni. Sipas policisë së shtetit, ky nuk është një rast i veçuar. Vetëm 6 muajt e parë të këtij viti janë evidentuar 9 raste të ngjashme në qytete të ndryshme të Shqipërisë, ku të arrestuarit i përkasin komisive të ndryshme nga Brazili, Kina dhe Tajlanda. E njëjta panoramë është regjistruar dhe në vitin e kaluar sipas statistikave zyrtare. Gjatë 12 muajve të fundit janë arrestuar 118 vajza dhe gra për ushtrim prostitucioni, shumica me shtetas të huaj. Autoritetet theksojnë se aktiviteti zhvillohet kryesisht online, në faqe të ndryshme publikojnë fotografi dhe numra kontakti. Klientët komunikojnë drejt për drejt me vajza dhe marrin adresën e takimit. Një tjetër hapësirë përdorur për reklamim janë grupet publike në aplikacionin Telegram. Megjithatë, jo të gjitha rastet vajzat veprojnë të pavarura. Shumë prej tyre bien prej rrjeteve të organizuara ndërkombëtare të shfrytëzimit, të joshura nga pagesa apo premtime për punë. Në tetor të vitit kaluar, policia e Tiranës në bashkëpunim me prokurorinë, policinë kombëtare të Kolumbisë, policinë kroate si dhe agjencitë europiane Europol dhe Eurojust zbuluan një rrjet kriminal me 48 gra dhe vajza nga vendet e Amerikës Latine dhe Azisë Qendrore, të cilët trafikoheshin dhe shfrytëzoheshin për prostitucion në territorin shqiptar. Policia apelon për vigjilencë dhe bashkëpunim nga qytetarët, ndërsa hetimet për raste të tjera të dyshuara vijojnë.